لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Falenderojmë Allahun e madhruar, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, njëri prej shkaqeve më të mëdha që bëhet sebeb por me hiti në xhenetin e Allahu xhalla xhelaluhu dhe me jetue në xhenetin e tij, është pendimi tek Allahu xhalla xhelaluhu. Pendimi tek Allahu është një argument i madh që ti po don me ndjekë rrugën e Zotit. Dhe Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an ka treguar se i don fort ata që pendohen dhe kthehen rrugën e tij. Allahu xhalla xhelaluhu ka thënë: Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allahu i don ata të cilët pendohen dhe ata të cilët pastrohen. Pra, Allahu e don fort pendimin tonë. Dhe dëshiron ai që ti të kthehesh rrugës tij. Dhe pendimi i sinqert që del nga zemra e besimtarit bën çuditëra në ditën e Kiametit, atë ditë kur ti do të dalësh para Allahu xhalla xhelaluhu. Në moment kur dalmi para Zotit, na shfaqen neve punët e tona që i kemi bërë, të mira dhe të këqija. Hapet regjistri që në të janë të regjistruara veprat tona. Allahu xhalla xhelaluhu i thot robit vet, thot o robia, thot a e ke bërë këtë veprim? I thot robi po Zot. Nuk mund të më haj asgjë nga ajo që ka bëm këtë dynja, sepse e sheh regjistrin e vet, i sheh punët e veta. I thot po Zot. Allahu xhalla xhelaluhu thot: ta kemi zavendësue këtë punën e keqe me një punë të mirë. Që të punën e keqe që e ke bën, ta kemi zavendësue me një punë të mirë. I thot robi Allahu xhalla xhelalu dhe i thot o Zot, thot shumë punë të këqija kom bëhe,
Thot në dynja, thot nuk pisha këtu të regjistrume, mu po më kujtohen, a mos pisha në regjistrin tanë. Allahu Gjelle Gjelaluhu thot, që ato punë të këqia që i ke bojnë këtë dynja, ti kemi zavendësue me punë të mira për shkak të pendimit sinqert që i ke pasë. Dhe kjo është çudia më e madhe në ditë kiametit për njeriun, për robin e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të nderuar vëllezër, kur e ka shpjegue këtë hadith, dhe kur robi i thot Allahut, thot o Zot, unë po i shoh, thot i kom bë do punë të këqija në dunjë, por nuk po i shoh të regjistrume. E Allahu Gjelle Gjelaluhu kur i thot se ti kam zavendësua ato punë të këqija me punë të mira, Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tu e tregue ka qesh aq shumë sa që ju kanë dukt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mballët në gojën e tij. Në pjesa e prap me dhënë ju ka dukt pejgamberit që kjo rrallë ka ndodhur. Prej adetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u kanë me buzëqesh kur i ka pëlqyer diçka. Mirë, po aq shumë do thotë, atë shumë kur e tregon mahnitjen e besimtarit kur dalin para Zotit, e që punë të këqia ja ka shëndru në punë të mira, atë shumë mahnitet me to sa që qesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse Allahu Gjelle Gjelaluhu e ban këtë ndrim dhe këtë ndryshim në punët e tua, për shkak të pendimit sinqert tek Allahu që e ke pas. Për shkak të pendimit vërtet me zemër edhe me shpirt që ju ke kthye Allahut edhe i ke ra pishmon për ato vepra që i ke bo. E Allahu Gjelle Gjelaluhu këtë e ka vërtetue në Kur'an dhe ka thonë, illa men tabe wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasana. Ka thonë përveç, kur ka folë për disa mëkate të mëdhaja, ka thonë përveç ai i cili është pendue, ka besue, ka bëhe punë të mira, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyiatihim hasanat. Allahu Gjelle Gjelaluhu janë ndron punë të këqija që e ka bëhe, ja zavendëson do thot me punë të mira që i bie gjatë qasaj periudhe tanës për shkak të pendimit që e ke bëhe tek Allahu dhe e kthye në rrugën e Zotit. Allahu Gjelle Gjelaluhu me rahmetin e tij për hatër të pendimit tanë që ato punë të këqija i kthen edhe t'i shpërblen edhe i zavendëson me punë të mira, sikur ti me pas bot të jetën tonë vepra të mira. Andaj nëse e dojmë këtë me arrit të nderuar vëllezër, duhet që vazhdimisht ta kujtojmë rahmetin e Zotit. Vazhdimisht ta kujtojmë bujarinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Vazhdimisht ta kujtojmë fisnikrinë e Allahu Gjelle Gjelaluhu. Vazhdimisht do të i flasim vetes tonë për gabimet që i bajmë në këtë dynja që t'i kthehem e Allahu Gjelle Gjelaluhu, sepse nuk ka njeri i cili nuk gabon në këtë dynja. Si rezultat i këtij pendimi, ti e ki edhe një medalje, një anë tjetër medaljes të fitimit, e që është ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për tyje si besimtar, për tyje që e ke ndjekë rrugën e Zotit. Para mendojnë ditë kiametit, dalmi para Allahu Gjelle Gjelaluhu, të preokupum me punët e tona, me dertet e tona, me halët tona, me brengat e me atë moment të trishtueshëm. Para mendojnë me pas dikon i cili po don me ndërmjetësue tek Allahu Gjelle Gjelaluhu për ty, të tillën gjë e ban pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ty, që ndihet si ndërmjetësimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për ummetin e vet, për muslimanët, për ata cilët e kanë pasue pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja se çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot çdo pejgamber e ka pas nga një lutje që Allahu Gjelle Gjelaluhu në atë moment kur ju ka lutë Zotit e ka pranuar Allahu lutjen e pejgamberit. Edhe e kanë shfrytzuar secili prej pejgamberëve. Thot përveç unë. Thot këtë lutje e kam lënë ditë kiametit me ndërmjetësue për besimtarët e mi.
Para mendon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë jetës tina me preokupime të ndryshme, me maltretime të ndryshme, me dhuna që u shtruan mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me tresni që ju mbahen, me luftën që e kanë bërë kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Asnjëherë nuk e ka shfrytzuar këtë kartë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me thonë për ju lut na Zotit tash se mos muj me baj. As nuk e ka shfrytzuar këtë kartë për familjen e tij. As nuk e ka shfrytzuar këtë kartë për pasuninë e tij, për mallin, për sundimin e tij. Vetëm që e ka rujt pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë lutje, këtë kartë në ditën e kiametit kur do të ndërmjetësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ummetin e tij. Do të ndërmjetësoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E këtë të ndërruar vëllezër, nëse dojmë me arrit ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le të dërgojmë salavate sa më shumë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Le ta ndjekim dhe ta pasojmë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Atë që na e ka thënë pejgamberi ta marrim, atë që na ka thënë largohuni, të largohemi prej saj. Ta dojmë dhe ta ndjekim dhe ta trasojmë, ti trasojmë gjurmët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë dhe mendoje gjithmonë kur e bën një vepër si musliman, a është i pajtimit edhe pejgamberi jyt me këtë vepër apo jo? Para mendoje si kur ti një jetën tonë më koni shoqënuar me pejgamberin, a dje marrë me bone i punë të keqe, mu paskon pejgamberi tu shok me ty e tash, ose ti mu paskon shok me pejgamberin në atë zeman, në atë kohë, a të kishar marrë me bone i punë të keqe, sigurisht se të kishar marrë. Po a ishe angazhu ma shumë për veprat mira, sigurisht se ishe angazhu. Andaj dhe thot, mara mendoje këtë në mënyrë që ta arrish ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe medalja tjetër që e merr me pendimin që e bën ti tek Allahu xhelle xhelal është rahmeti i Allahut që e fiton. Rahmeti që ka përfshirë çdo gjë në këtë dunjë dhe në ahiret. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i ka 100 mëshira. Allahu i ka 100 mëshira. Një e ka zbrit në këtë dunjë. Vetë 1% e ka zbrit në këtë dunjë, 99 mëshira i ka rujt Allahu xhelle xhelalu por robët e tij atë ditë kur do dalmi para ti, edhe gjërat që do të ndodhin në ato momente, e ka kaplu atë moment për besimtarin mëshira e Allahu xhelle xhelalu. Andaj letë mendojmë në këtë, se nëse dojmë xhenetin dhe të jetojmë në xhenetin e Allahu xhelle xhelalu, atëherë do thotë ta kemi parasysh t'i kthehemi rrugës së Allahu xhelle xhelalu të ndëruar vëllezër, dhe pastaj do thotë ta meritojmë edhe ndërmjetësimin e pejgamberit, edhe rahmetin e Allahu xhelle xhelalu në atë ditë kur do të kemi shumë nevojë për këto gjëra. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa qumu ila La ilaha illa Allah, la ilaha إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.